Përshëndetje miqtë e mi. Njerëzit e dhënë pas bastave ka një dëshirë të zjarrt për të fituar shumë të mëdha parash. E të shohin ëndrat e tyre të bëra realitet. Njësoj si personazhi i historisë sonë të sotme. Ai vinte baste, por ato nuk kishin as pak lidhje me pasuritë që mori si trashëgimni, ditën kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Erdha unë. Edhe lajmet që kam sjell nuk janë fort të mira. Çfarë lajmesh? Cari po thërret burrat për të shkuar në ushtri. Po ky që nga me të vërtet lajm i keq. Por me siguri ty nuk kanë për të marrë. Ti ke 3 fëmijë dhe i vogli sapo ka lindur. Ti mendon se intereson carit kjo gjë? Po mirë. Po çfarë do të ndodh me biznesin tënd të drithrave? Ai sapo ka filluar të lulëzoj. E ku ta di unë se çfarë do të ndodh? Edhe vllahun tim do ta thrasin. Nuk do të mbes asnjë për ta drejtuar biznesin. Duhet të ke diçka që mund të bëjmë. Nëse nuk do të isha në formën e duhur për detyrën, atëherë nuk do të më merren. Po ja që jese. E po kam vendosur të bëhem kockë lëkurë. Prit pak. Unë nuk dua që ti të vdesësh. Mos u shqetëso se nuk do të vdes ndonjë. Do të bie aq shumë nga pesha sa ata nuk do duan të më marrin. Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 315, programin që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Fëmijë. Babai juaj nuk jeton më. E dija që të rënit nga pesha nuk kishte zgjidhje e dur. A ju do pësua më shumë se që duhej. E dija që do të sëmurej. Si do qoftë vdiq shumë shpejt. Po tani çfarë do të bëjmë? O, Maksi im i qarë, ti e vetëm 10 muajsh edhe nuk e për të njohur kur baban tënd. Personazhi i historisë sonë ishte ai foshnja 10 muajsh. Ai lindi në Rusi në vitin 1909. Nëna e tij vendosi ta merrte atë dhe motrën e tij të madhe e të shkonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku prindrit e saj ishin emigrant. Kjo është historia që tregon se si ata mbijetuan. Dëshmia e vërtetë e Max Forman, e marrë nga doset klasike të lirë nga prangat. Ime më u vendos në Filadelfia, pranë prindërve të saj që u kujdesën për mua derisa fillova shkollën. Ata ishin udhëheqës fetar judaik shumë të rrept. Nëna hapi një dyqan të vogël qumshti dhe përpiqej të fitonte sa më shumë para. Megjithse jeta nuk ishte e lehtë, krenaria e saj asnjëherë nuk u thye. Më kujtohet që një pasdite dhjetori dikush erdhi dhe trokiti në derën tonë. Një grua na solli një shport me ushqime nga një qendër judaike, por nëna ja ktheu mbrapsht. Të falenderoj shumë për ushqimin, por duke qenë se nuk kemi nevojë për të sugjeroj t'ja çosh dikujt tjetër. Nëse do të kërkosh shtëpi më shtëpi, jam e sigurt që do të gjesh një familje që me të vërtetë i duhet ky ushqim. Humbja jonë ishte shumë e madhe sepse ajo shport me ushqime do të kishte sjellë një ndryshim të madh. Kështu ne vazhduam të jetonim në uri dhe varfëri. Shumë shpejt ne fëmijët u rritëm dhe filluam të punonim. Për shkak të punës u detyruam të bënim shkollë nate. Vëllai dhe motra u martuan. Unë u regjistrova në një shkollë profesionale dhe u bëra bakërpunues. Fillova të punoja në kantierin e flotës detare të Filadelfias. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynë në luftë pas sulmit në Pearl Harbor, për shkak të punës mua nuk më thirrën për të shkuar ushtar. Kështu kisha mundësinë të mbështesja time shoqe Evelinën dhe vajzën që erdhi në jetë më vonë. Deri në përfundim të luftës gjërat shkuan mirë. Por më vonë dolën zëra se do të më pezullonin nga puna. Po bëjnë pezullime në kantierin detar? E pa besueshme apo jo? Po tani çfarë do të ndodh me ne? Ti nuk mund t'i rikthesh punës në restorante sepse nuk do mund të mbjetoni me aq të ardhura. Ashtu është. Por mund të bëhem teknik dhe mund t'ja dalim ban. Teknik? Po pse mundesh? Po, nëse bëhem pjesë e ekuipazhit. Dhe sa do të kushtonte kjo? $300.
Po janë shumë para. E vërtet, por është investim, Evelina. Me një investim të tillë mund të përfundojmë në ndonjë streh për të varfrit. Përveç kësaj kemi edhe bastët që vët ti për kuajt. Kuajt nuk kanë shumë rëndësi. Këtë e di mirë unë se nuk na kanë ndihmuar ndonjëherë. Por po të qëndroje sa më larg basteve, $300 nuk do të ishin asgjë për ty. Mos haro sa para fitojnë njerëzit nga garat me kuaj. Janë shumë të pallogaritshme. Shiko, një nga këto ditë me pak para mund të fitojnë ndonjë çmim të madh. A e pesa shumë u pagua dje ai tipi që fitoi bastin e 2 garave brenda një dite? Ashtu? Po ty të paguan? Jo, edhe ta dish që asnjëherë nuk kanë për ta bërë. Shpresa që kisha te kuajt ishin thjesht ëndra të paralizueshme, por ndryshimi i punës ishte një vendim i arsyeshëm dhe i nevojshëm. Kështu kisha mundësinë të mbështesja gruan dhe vajzën. Sidoqoftë, jeta dukej shumë bosh. Bastet të falnin kënaqësi, por ndërkohë që koha kalonte, e dija që asnjëherë nuk do të fitoja ndonjëherë ndonjë shumë të konsiderueshme parash. Si shumë i heshtur je sot. Maxi, Thjesht po mendoja për çfarë? për jetën. Pyes veten, vetëm kaq është jeta? Ditë pas dite bëjmë të njëjtat gjëra dhe punojmë për të fituar disa para. Nuk shpresojmë të na ndodhë ndonjë gjë tjetër. E po, kështu është për të gjithë. Po kur nëna u sëmur isha vetë dëshmitar, dhe e pash se si shëndeti i saj u përkeqësua. Në fakt ajo nuk kishte asnjë arsye për të jetuar. As ne nuk e kemi. Jeta është me të vërtet bosh. Rash në ujdi me disa nga kolegët e mi që të shkoja dhe të kthehesha me ta nga puna. Personi që zotëronte makinën gjithnjë e sillte bisedën rreth besimit. Përpiqesha ta shmangja duke ulur në ndejsen e pasme të makinës dhe duke parë skedinat e garave. Kështu pasagjeri që ulej në ndejsen e parë të shoferit duhet të dëgjonte çdo gjë. Frank, e ke menduar ndonjëherë se çfarë do të jesh duke bërë pas një viti në këtë kohë? Ose pas 2 vjetësh? Ose pas 5 vjetësh? E po, nuk para mendoj shumë rreth këtyre gjërave. Po ti, Maxi, Po unë çfarë? po ti çfarë do të jesh duke bërë pas 5 vjetësh në këtë kohë? Të njëjtën gjë që po bëj tani. Do të përpiqem të vë bast për garat me kuaj në Arlington derisa të fitoj. Por a nuk mendon se mund të kesh diçka më të mirë për të bërë? Të thash pra, të vazhdoj të vë baste derisa të fitoj. Dhe mendon se kjo do të mjaftoj për të pasur një jetë me bollëk? Cilën jetë me bollëk? Jetën me bollëk që Jezusi thotë se erdhi në tokë për të na e dhënë. Po. E di Toni, kur ti flet për Jezusin, duket sikur flet me dikë që e njeh shumë mirë. Unë nuk arrej të kuptoj. Në fakt, Jezusi është dikush që unë e njoh personalisht. Ja pse po e shijoj jetën kaq shumë, madje me bollëk. Ti mbërrite, Frank. Do ta vazhdojmë nesër këtë bisedë, mirë? Patjetër që po, se mos kemi gjë tjetër për të bërë ne. Vazhdova udhëtimin me Tonin sepse ende nuk isha mbritur në shtëpi. Tani Toni mu drejtua mua personalisht. Kështu detyrova t'i palosja skedinat e garave dhe ta dëgjoja. Jam duke ndërtuar një shtëpi në fshat dhe po e bëj vetë të gjithë punën. Kjo duhet jetë përgjegjësi e madhe, Toni. Nuk do t'ja kisha dalë mban pa ndihmën e Perëndis. Unë e di që mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Sidoqoftë, të ndërtosh një shtëpi është një sfidë e vërtet. Në qoftë se Zoti nuk ndërton shtëpinë, më kot lodhe ndërtuesit. Nuk e di pse kam përshtypjen sikur ti vazhdon të thuash vargjet nga Bibla. Ashtu është. Psalmi 127. Po ti, Maxi, e ke lexuar Biblën kohët e fundit? Do të them, ke lexuar ndo pak nga Dhjata e Vjetër? Vetëm pak. Nuk dija shumë gjëra sa duhet të dija. A i ke lexuar ndonjëherë pjesët nga libri i Isais kur flet për Mesian? Në fakt jo. Atëherë dëgjoj pak këto vargje. Kështu i thot Zoti, çliruesi i Izraelit, i shenjti i tij, atij që përbuzet nga njerëzit, që urrehet nga kombi, shërbëtorit të sundimtarve. Mbretërit do të shohin dhe do të ngrihen. Princat do të bien përmbys për shkak të Zotit që është besnik, i shenjti i Izraelit që të ka zgjedhur. Ky pasazh gjendet tek Isaia kapitulli 49 vargu 7. Siç të thash pak më parë flet për Mesian. Dhe ti e ke mësuar përmendësh gjithë këtë pasazh? Këtë edhe disa të tjerë. Max, e ke menduar ndonjëherë që Mesia mund të jetë Jezusi? Të them të drejtën, jo. Profeti Isaia e shkroi këtë libër 700 vjet para se të lindte Jezusi. Dëgjoj pak se çfarë ka shkruar. Ai bëri një përshkrim të përsosur të njeriut që shkoi në kryq.
I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashur me dikë para të cilit fshihet faqja. Ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u teshpua për shkak të shkeljeve tona. U shtyp për paullësitë tona. Ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të burratave të tij ne jemi shëruar. Çfarë mendon për këtë që Isaia ka shkruar? Isaia? Sikur nuk e pash këtë emër në skedinat e mia të garave. Në cilën garë luan ai? Nuk po përpiqesha të tallesha apo të qeshja. Unë diesha në siklet për faktin që dija kaq pak gjëra nga Bibla dhe nuk doja ta pranoja këtë. Kështu desha ta kapërceja situatën me një shaka. Por e dija që kjo ishte mënyra e gabuar. Nuk kaloi shumë dhe më transferuan në një punë tjetër. Tani nuk më duhej të duroja bisedat e Tonit ndërkohë që më çonte në shtëpi. Pasi kishin kaluar thuajse 3 vjet, vajza jon po i afroi viteve të adoleshencës. Po tani çfarë do të bëj Max? Nuk e di, Evelina. Unë dua që ajo të di sa më shumë për besimin ton. E po do të na duhet ta çonim në tempull. E ku do ta gjej makinën për të shkuar atje? Prindrit e mi janë gati të na japin disa para borxh që të marrim një makinë. Sigurisht nëse krenaria jote nuk do të na pengojë. Mua do të më pëlqente shumë të kishim një makinë. Edhe mua. Po flas një herë me ta. Mirë? Pasi prindrit e Evelinës na ndihmuan të blinim një makinë të re, ne ishim të detyruar të udhëtonim sa më shumë me makinën në mënyrë që aparati kilometrazhit të regjistronte disa kilometra në të. Një të tillë pasdite isha duke udhëtuar me gruan dhe vajzën, kur pa pritur, vura re që mbi një kuti postare ishte shkruar emri i Tonit. Ej, shiko, ajo është shtëpia e Tonit. Pse? Pas ka shtëpi në fshat Toni? Po, ka. Emri i tij ishte shkruar mbi kutinë postare. Ai e ka ndërtuar vetë shtëpinë nga themeli deri në fund. Mbaj mend që më ke folur një herë për këtë. Ati ju deshën 10 vjet për ta ndërtuar dhe shiko sa bukur ka dalë. Pas ka shumë tokë rreth e qarkësaj. Si thua sikur të kthehemi për të pyetur nëse ai është në shtëpi? Në fakt unë vura re që dikush po rrinte ulur jashtë në verandë. E dita eja pak jashtë, na kanë ardhur miq. Toni, ne nuk do të rrim shumë. Rastisëm të kalonim nga këto anë dhe në kutinë postare lexuam emrin tënd. I thash si me shoqe që duhet të ndalonim dhe t'i hidhnim një sy shtëpisë madhështore që ke ndërtuar me duart e tua. Por nuk e bëra i vetëm këtë, Max. E bëra me ndihmën e Perëndisë. Kjo është i me shoqe, Evelina. Ndërsa kjo duhet jetë vajza juaj. Voglusha, pse nuk shkon të luash në pjesën e pasme të shtëpisë? Ati janë disa nga punëtorët e mia që kanë të njëjtën moshë me ty. Ti duhet të jesh bashkëshortja e Tonit. Kjo është i me shoqe, Evelina. Jam shumë e lumtur që po ju njoh të dyve. Duhet ta dini që ardhja juaj këtu është një përgjigje drejt për drejt e lutjeve tona. Nuk po ju kuptoj. Unë dhe Toni kemi gati 3 vjet që lutemi për ty dhe Maxin. Dhe një nga gjërat për cilat jemi lutur është që ju të mund të ndaloni dhe të vinit këtu. Kështu që ju kemi pritur. Besoj se ju kuptova. Toni, eja më ndihmo ti zgjeri miqve tan disa pije freskuese. O jo, mos u mundoni. O, ç'është ajo fjalë? Eja, Toni, më ndihmo. Ja se erdha. Max, për çfarë është duke folur ajo grua? Si për çfarë është duke folur? Po ja, ajo tha se është lutur për ne. Përse e ka bërë kur nuk na ka takuar ndonjëherë më parë? Me sa di unë, njerëzit luten për të sëmurët edhe për të vdekurit në sinagoga, ose për kishën. Po ajo, pse është lutur për ne? Nga ta diu. Ç'është ky vend ku na ke sjell? Ne e kaluam atje thuajse të gjithë pasditen, dhe miq tanë e drejtonin bisedën gjatë gjithë kohës të besimi. Por unë vazhdoja të ndryshoja temë. Sidoqoftë kur ne u bëm gati për t'u larguar, Toni na kërkoi të luteshim me të. Unë dhe Evelina nuk ishim lutur asnjëherë në shtëpi. U çuditëm kur ata mbyllën syt dhe filluan të luteshin. Perëndi, ne i lëm miq tan në duart e tua. Ruaj gjatë udhëtimit. Bëj që të mbërrinë në shtëpi shëndoshe mirë, pas një pengesë ose problem. Dhe lutem ti sjellësh sërish në këtë vend ku janë shumë të mirëpritur. Ne lutemi në emrin e çmuar të Zotit Jezus. Amen. Javën që pasoi ne udhëtuam sërish për ta praktikuar makinën.
por as që kishim dërmend të ktheheshim tek miq tanë. Në fakt ndaluam për një pije freskuese, por kësaj herë pranë Baxhoje. Atje na mirëpriti Davidi, djali i Tonit dhe Editës. Më vjen mirë që po ju takoj sërish, miq. A u kthyet te shtëpia për takuar mamin dhe babin? Në fakt nuk e kishim planifikuar këtë gjë. E po duhet të ndaloni, ata po presin njerëz. Mund t'ju them që mami është duke gatuar një gjell të mirë sot. Këto ushqimet janë të shtrenjta, ndaj bëni mirë të mos porosisni shumë. Ndryshe nuk do të mund të shihoni gatimin e nënës sime. Siç të tham pak më parë, David, ne nuk e kemi në plan për të ndaluar atje sot. Në rregull, por mendojeni një herë. Ata do të gëzoheshin shumë po t'ju shihnin. Disa kohë më vonë, kur kaluam nga ato anë, kisha një dëshirë të fortë për të kthyer te rrugica e tyre. Dhe kështu bëm. Kur dolëm nga makina, filluam të ecnim dhe ata na përshëndetën me shumë ngrohtësi. Edita, erdhi Maxi dhe Evelina. Kanë ardhur fiks në kohë. O, mrekulli, e janë i brënda, miq. Kam gatuar një ëmbëlsirë. Kemi akullore dhe... E po, e janë i brënda dhe shiheni vetë. Ne ndaluam poshtë tek Baxhoja dhe pam Davidin. Ai tha se ju po prisni njerëz, kështu që nuk duam t'ju pengojmë nëse do të jeni të zënë. Sigurisht që ne po prisnim njerëz, po ju prisim juve. Si është e mundur? Ne nuk e kishim planifikuar të ndalonim këtu sot. Mbase jo, por ne jemi lutur gjatë gjithë javës. Dhe një nga gjërat për cilat jemi lutur ishte që ju të ndalonit pikërisht sot. Ne patëm një bisedë të gjatë dhe interesante. Biseda ishte sërish rreth besimit, dhe kësaj here nuk u përpoqja as pak që të ndryshoja temë. Ata folën për jetën e Abrahamit, që më solli në mendje histori të ndryshme të dhjatës së vjetër që i kisha mësuar në fëmijëri. E dini që në dhjatën e re apostulli Paul foli për Abrahamin? Ai tha se Abrahamit ju kërkua të nisej drejt një vendi që një ditë do të ishte trashëgimia e tij, dhe ai ju bind Perëndis. U nis pa e ditur se ku po shkonte. Po e dim që ju bind Perëndis. Perëndia i besoi Abrahamit përgjegjësinë e madhe për të bërë ati një kombi të madh, Izraelit. Kështu nëpërmjet tij të gjithë kombet e tokës do të mund të bekoheshin. A e dini se çfarë do të thotë kjo? Besoj se Perëndia e përdori këtë gjë për t'i treguar popullit të Izraelit se ai ishte i gjallë. Pjesërisht kështu është, Max. Por gjithashtu tregon ardhjen e Mesias, jo vetëm për Izraelin, por për të gjithë kombet. Lexo nga libri i Isais, kapitulli 49, vargu 6. Ai thot: "Është tepër pak që ti të jesh shërbëtori im për të lartuar përsëri fiset e Jakobit dhe për të kthyer ata që kanë shpëtuar nga Izraeli. Të kanë vendosur si dritën e kombeve, me qëllim që ti të jesh shpëtimi im deri në skajet e tokës." Mesia është Jezusi. Kjo është pak absurde për ne. E di, por vetë Jezusi ishte i vërtet. Ai tha: "Unë dhe Ati jemi një. Kush më ka parë mua, ka parë Atin." Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin. Gjoni ka shkruar: "Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, fjala, dhe pa të nuk u bë asnjë nga këto që u bën." Dhe më pas ka thënë: "Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij." Bij të Perëndis? A nuk është një premtim madhështor? Po, Toni, ashtu është. Dhe të gjithë dishepujt e tij të parë, përfshirë Gjonin, i cili shkroi këto fjalë shtyr nga Perëndia, ishin judej. I tillë ishte edhe Simon Pietri, i cili po e shihte Jezusin dhe krejt papritur kuptoi diçka. Ai tha atij: "Ti je Krishti, biri i Perëndisë së gjallë." Para se të largoheshim, u lutëm sërish. Këtë herë miq tanë u ngritën nga karrigja dhe ranë në gjunjë. Duke mos dashur të veçoheshim prej tyre, unë dhe Evelina bëm të njëjtën gjë. Toni dhe Edita u lutën, fillimisht njëri dhe më pas tjetri. Nga mënyra se si folën, ne e kuptuam mjaft mirë se për çfarë u lutën. Zemrat tona u prekën, nuk mbaj mend se çfarë thanë, por më kujtojnë lotët që më rodhën në fytyrë. Lotë që nuk i ndaloja dot sepse kuptova që isha mëkatar. Kur ata mbaruan së luturi, ne u ngritëm dhe unë fshiva syt me një shami. Perëndia ju bekoft. Toni, dëgjoj. Unë besoj te Jezu Krishti dhe e pranoj në jetën time. Unë kam nevojë të di se çfarë duhet të bëj. Edhe unë besoj që Jezusi është Mesia. Lavdi Perëndis.
Thjesht flisni me të duke e vendosur çdo gjë në duart e tij, veçanërisht jetën tuaj. Ju jemi shumë mirënjohës. Ne kemi një dhuratë për ju, një Bibël të madhe. Oh, sa e bukur. Le të lutemi. Atë Perëndi, të falenderojmë për Maksin dhe Evelinën, për rilindjen e tyre në mbretërinë tënde. Drejtoje o atë. Hapi mendjet e tyre që të kuptojnë atë që ti u thua me fjalën tënde dhe ndihmoj ta vendosin besimin e tyre tek ti. Atë pas dite jetët tona u transformuan, por nuk e kuptuan plotësisht se çfarë ndodhi. Gjatë kthimit në shtëpi, u përballëm me disa çaste të vështira mosbesimi. Po çfarë bëm kështu, Max? Ne jemi judenj. E di, nuk e kuptoj si mundum t'ia dorëzonim jetën Krishtit. Sidoqoftë unë ndije mirë. Të them të vërtetën edhe unë. Por a kemi marrë vendimin e dur? Megjithse mendja më thot se jam i marr, zemra më thot se atë kemi bërë. A nuk jep një farë ngrohtësie kjo gjë? Asnjëherë nuk e kisha kuptuar çfarë do të thotë të ngrohej zemra. Kur të shkoj në shtëpi do filloj të lexoj dhjatën e vjetër për të parë nëse ka kontradikta në të. Nuk munda të gjeja asnjë kontradikt. Ndërkohë që kaloja nga njëra profecitë tjetra, kuptova që Jezusi ishte Mesia i vërtet. 2 javë më vonë, edhe vajza jon pranoi Krishtin, dhe pas saj, prindrit e si me shoqe, vjeri im Semi, fillimisht nuk pranoi të qëndronte në dhomë me ne kur po flisnim për besimin ton te Krishti, por mundi të na dëgjonte nga dhoma tjetër. Nuk kaloi shumë kohë dhe ai e pranoi Jezusin si Mesia. Babi është bërë shumë i butë që nga koha kur erdhi tek Krishti. E di, kjo është një gjë shumë e mirë. Mbas se vjen me ne në kishën tonë. Shpresoj të vi. Të gjithë ne atje jemi hebrejnë të kthyer në të krishterë. E di çfarë thot babi? Çfarë? Jam çifut i krishter që të shke me të. Po kur vjen puna tek ngrënia e mishit të derrit, nuk mund të them që stomaku më bindet. Me të vërtet këto thot? Po, e shikon në çfarë telashesh na ke futur? Nuk të kam futur unë, Max, por Perëndia. Ai i shpëton njerëzit, duke i prekur të gjitha zemrat. Tani më pëlqen shumë ta lexoj Biblën. Nuk të pëlqejnë moskedinat e garave, ë? Oh, jo. Kam humbur shumë kohë dhe para me to. Ti thjesht përpiqesh të mbushje boshllokun e madh në jetë. Boshllok që mund ta mbush vetëm Perëndia. Tani nuk jam fare i dhënë pas atyre gjërave. Më vjen keq që nuk ta vura veshin sa isha në kohë. Koha e Perëndisë është e përsosur, Max. Si po shkojnë gjërat në kish? Shumë mirë. Aty mblidhet një grup i vogël nga Filadelfia. Janë të gjithë hebrejnë të kthyer. Hebrej me kuptimin e plot të fjalës. Njësoj si të krishterët e parë. Po, tani po mësoj kaq shumë për Jezusin në dhjatën e vjetër. Ai është Perëndia i gjallë dhe ka udhëhequr popullin tuaj përgjatë shekujve. Javën e shkuar folëm se si nuk ka as jude, as grek. Nuk ka as sklav, as të lirë. Nuk ka as mashkull, as femër, sepse të gjithë jemi një në Krishtin. Ai i shëmbi të gjitha muret ndarës. Është për të ardhur keq se sa shumë nga njerëzit e mi e kanë zemrën kaq të ngurtë. Kjo ndodh sepse ata nuk e njohin të vërtetën dhe kanë vuajtur në duart e të ashtu quajturve të krishterë. Ja pse ne flasim vetëm për fjalën e Perëndisë dhe e lëm atë të punojë në zemrat e njerëzve. Toni, të jam shumë i njohës që nuk hoqë dorë nga unë. Po si mund të hiqja dorë? Perëndia është shembulli që duhet të ndjekim, sepse ai vetë nuk hoqi dorë nga ne. Perëndia më shpëtoi në vitin 1956 dhe ka bekuar jetën tonë tej mase. Vajza jon u martua me një besimtar dhe ata i shërbejnë Perëndisë si mësues. Dëshira e zemrës sime është ta shoh popullin tim hebre të shpëtohet, duke e njohur Jezusin Mesian si Zot dhe shpëtimtar. Kjo është dëshira jonë gjithashtu, sepse Perëndia nuk e dërgoi birën e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. I njëjti shpëtim i ofrohet edhe juve miqtë e mi. Thjesht tregojini Perëndisë me fjalët tuaja se jeni mëkatar dhe se pranoni Krishtin jetën tuaj. Ai vdiq për ju. Nëse doni të dini më shumë, i ftoj të na shkruani në Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose më na dërgoni një email në info@radiofis7.net.
ndoqët programi me numër 315. Kjo ishte historia e vërtetë e Max Forman. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për një ngjyrë shqipe nga Radio 7 në Tiranë.